Përshëndetje, njerëz të dashur, përshëndetje mi mbrëma. Uroj që t'jeni mirë. Edhe unë më bëj, si që thash, parmigjanë. Ja, parmigjanë t'i kam vend të kjo kullusja që ka kulluar i gjithë vaj. Vajin është gjithë këtu poshtë, pastaj do t'ju tregoj. Na duhet mozzarella, kam ngrirë 3 mozzarella. Djath i grirë. Për lartë do t'jetë dhe pak nga kjo buka e grirë që të vi pak krokante. Edhe si që shikoni, edhe salcën, bazën që unë do shtroj në fund. Në fund edhe duke shtruar, duke përgatitur. Na duhet djath i grirë. Si që thash, unë do t'a bëj klasike, të thjesht. Nuk do t'i shtoj shumë gjera. Edhe tani, të shtrojmë parmigjanët. E kemi huqur për merak. Na ka dalë fantastik. Unë disa më shkruajnë që unë gatoj shumë gjera. Në të vërtetë unë nuk gatoj shumë gjera, se për shembull këteja do han 4 veta. Dhe po ngeli diçka, ditën tjetër e ha djalin e drek, e ha vajza që është në punë. Unë do përgatis dhe diçka tjetër për Elianën. Se kur vin djali në shkolla, ke parasysh ai vin me vonesë, vin orën 2:30. Edhe më vin keq, e ke parasysh dhe ai kur i gjen gjërat gati, thjesht vetëm sa i ngro, edhe i ha. Jo se kur gatoj 2 gjera, neve i ham të dyja ato gjëra që unë gatoj, i ham shumë një natë. Nuk ka shans. Megjithatë, se ta anin shumë ta fëmijët e mi për zotin sa do ishin, nuk e di se sa do ishin. Ata nga 50 kg janë. Me mbushura në shtëpi është vetëm mami. Se të tjerët janë këshuja. Frymëveri moj frymëveri. Atëre tani do shtoj mozzarellën, si që shikoni. Furrin e kam ndezur me 200 gradë, se mbase do më pyesni dhe me sa gradë do t'a pjek, edhe do t'a le aty te rreth 30 minuta, jo më tepër. Ju thash që kjo procedurë do shumë djath të grirë. Atëre, kur e bëni në Siçili, këteja, merrni nga ajo buka e berë në furr me dru, e sa po dal nga furri, si qishte, e hapni bukën në mes, edhe e mbushni me këtë parmigjanën, o zoti i madh çfarë shije që kishte, nuk ndjehet ngopur. Megjithatë, për ushqimin që kam ngrënë në Siçili, më mungon të vërtetë, se ka qenë një ushqim shumë të taloshka. Ja unë shtrova edhe shtresën tjetër me parmigjan, salcë. Tani do t'jetë edhe mozzarella, si që shikoni. Edhe sërish djathin e grirë.
kemi dhe disa parmigianet e tjerë që të bëjmë pjesën tjetër. Edhe mbarua më granë. Kjo ishte parmigiana jonë, kush do që ta marri, dhe ta marri se më kishin thënë që të lutem na i recetën. Prandaj e bëra video që ta shikoni. Më thash, të shumtit e din, më kanë shkruar edhe që e bëjnë në zgar parmigianin, por vajza ime e madhe nuk e do. Se thot atëre çfarë parmigian e bën. Se jo shija, po që receta e parmigianës është në këtë mënyrë, që parmigian duhet të jenë të skuqur, edhe jo të pjekur. Normal, pastaj që njerëzit më vonë kanë nxjerrë receta të ndryshme, kush vuan nga kolesteroli, kush por ja këto dy të fundit kanë mbajtur pak vaj, se prekin në vaj. Edhe vaj, shiko, është i gjithë këtu brenda. Që e kisha në fjallën, çdo gjë. Tani shtojmë në fund fare salsën, si që shikoni. E dajmë duar, se do edhin djathën sërisht. E di që dhe ca do kritikojnë që kur i bëjmë gjërat me duar, por në ato nuk shu kam gatuar, gjyshet tona nuk kam pasur dorashka. Edhe neve kështu do gatuar. Tani do shtojmë djathin fund fare dhe mbaruam. Edhe si që thash, do të jetë pak fare në kjo. Se kur shkrim djathi, edhe e përfunduam. Ja, si do. Fantastik.